Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjojmë dy analista nga Shqipëria se çfarë thonë për Hashim Thaqin edhe Albin Kurtin. Shkojna me video, lutem. Normalisht naiv për të pranuar çdo gjë. Edhe duhet të themi edhe një gjë që është shumë e rëndësishme. Thaçi e kuptoi me vonesë kur kushtet për pranimin e kësaj gjykate, gjithë përpjekjet e tij që ndodhen, e kuptoi që kjo ishte një lojë. Prandaj u fut edhe në dyshen Rama Vučići për të ndryshuar kufit, sepse e mori vesh që duhet ishte Si mastina, Rama e pas ka shti dallaverën. Ja pas ka mush me anën për me ardhë dhe me thonë në Kosovë pranone gjykate speciale, ai që se pranon është kundër Kosovës. Shkojna? diçka, një koncesion kur po krijoi që vetë perëndimi tani kishte ardhur dakord që duhen bërë ca koncesione për hir të Kosovës. Domethënë, këtu ishte edhe dobësia e tij. Ishte edhe të tjerë për ka qenë Haradinaj, ka qenë Limaj. Pra kjo gjykat ka pasur dhe emra të tjerë. Ajo ka qenë gjykata e krimeve të vogla. Kjo është një gjykatë që funksionon me dhoma speciale, me dhoma speciale që është brenda kuadrit të rakorduar nga vetë Kosova. Domethënë, përveç votuan. Të gjithë, prandaj po them unë, Kurti kishte edhe lartpamësi, edhe kur neve dyshonin. Kurti po thot ka pas lartpamësi, edhe këta kanë dyshuar, po Albin Kurti jo. Kjo është që në thonë gjithë miq. Albin Kurti shef mas televizori. Se në televizor për shohëm tonë, por ai shef edhe mrapa çka ka. Shkojna miq? Që kjo gjykat duhet bërë për arsye sepse mendonim që skenari rus do dominonte në OKB. Politikan sa sot, po të ishte me këto betejat politike dhe mund ta pranonte, se ndoshta ka qenë më idealist atëherë, vinte nga ajo opozitare që fliste me tuta ato fjalimet madhështore që na frymëzonin dhe Miq, kjo është video për sot, por truni magjik jetë truni magjik, do thot Albin Baba. Respekt për secilin opozit, like share. Mirë pafshim të radhës.